Se kush mund ta luajë rolin? Mune me ditë ma shumë se na duke qenë se është antari LDK-s. Ama është subjektiv. Prap se prap. Jo, shumë objektiv. Jo, je subjektiv se je për brenda LDK-s. Ne jemi jashtë edhe ne po flasim. Na po flasim në bazë asaj çfarë kem dëgjuar çka ka thënë zoti Aziri, zoti Hoti, të tjerët. Domethënë që u përmendën pak shumë emrat e tyre, të cilët kanë disa eksponentë shumë të rëndësishëm edhe me ndikim në Lidhjen Demokratike të Kosovës, emra të njohur për redaksin, sot mësova që mund të ketë befasi. Kandidat të tjerë po mendon? Mund të ketë befasira shumë zhvillime dinamike të shtunën. Tani do të pyesin shikuesit çka po mendojnë unë, çfarë befasirash. Besoj atë do ta marrim vesh në një transmetim të drejtë për drejtë. Duhesh me thonë. Ushtrim është pak problem me prit befasi për një me. Tash unë s'po e mohoj që njerëz mund me pas dëshira me pas befasi, ndoshta në mesin aty në vend që jam hiç LDK, jam thjesht gazetar, unë kisha pas shef me pa ato pak a shumë që e tha zoti Garinca, pra me pa debat, me pa garë, edhe prej aty me dal qoftë edhe zoti Abdigjikov, ose kush do tjetër, me dal një kryetar që e merr edhe një farë besimi që aty në njerëzve që i përfaqësojnë dekt në dekt LDK gjithandej Kosovës. Po në bazë asaj çfarë na po shohim, bazë deklarimeve që i kemi dëgjuar prej kryetarëve të komunave të LDK-s, prej nën kryetarëve, nuk pritet me pas në një farë befasie të madhe. Tani për mua është e rëndësishme, për shembull, për mua është interesant pse zonja Hikmete Bajrami nuk ka dalë. Duke qenë se ishte ndoshta më zëshmja në periudhën kur dha dorëheqjet pa revokueshme, kërkoi të njëjtë gjë për zotin Abdigjikut dhe në farë formë ne fituam një farë përshtypje që një nga kandidatët më serioze ndaj Abdigjikut mund të jetë zonja Bajrami. Po pastaj ajo sikur u tërhoq tash. Tash po flet për rrymen edhe ekspertizën që e ka vetën. vetën. Ka mbështetje për kundër kandidatin e zotit Abdigjikut. S'po dihet kush me kë është, Është shumë problem me thonë që kushtëm. Pra po them nëse bazohem në ato që ai kemi dëgjuna publikisht ose edhe në po them diskutime me njerëz LDK-s, qoftë edhe në situata private, ta krijon përshtypjen që zoti Abdigjikut do ta ketë ndonjë problem me rimarr, po them edhe këtë pjesë të kohës sa i ka mbet me qenë kryetar. Tani ne s'mund ta përjashtojmë asnjëherë befasin. Pra po them, unë besoj që ta zëm mënyra se si do të votohet, nëse veç vjen çështja deri te votimi o fjala, qoftë për vot besim, qoftë eventualisht në një garë domosdoshme, vota e shef mundet me kriju ndryshim, këto jam shumë i sigurt, për shkak se na e dim që LDK-ja janë pak kështu interesant si njerëz në përgjithësi, i motin senet më shumë se sa që duhet nganjëherë mendojnë, edhe kjo pastaj ja u krijon çat përshtypjen që e kanë në një lloj frike për qëndrimin që e majnë, për vendimin që e majnë, që po flasë vetëm si parti, po edhe njerëz të saj aty. Kështu që ndoshta vota e mshef, për shembull, kishme ja u kriju një hapësinë më të madhe me shpreh qëndrimin e tyre qoftë edhe kundër, cili do këtu ose kushdo që del atje. Po unë nuk pres, durën zemër në bazë asaj çfarë po shohim,